Sa herë nëse mundeni me numëru, ju keni arë në Lezhë, për shembull? Në Lezhë? Unë di që s'është sot hera parë, absolut që jo. As nuk do t'jetë hera e fundit asnjëherë. Dhe në Lezhë, me shku për Shkodër e mos mu nalë 5 minuta, nuk ka pas, nuk ka bonaj në herë ndodhi. Unë e di, por edhe shikuesit tanë e din dhe do ta din edhe tutje, që e këtu po hym e kemi një derë, si që kanë ditë me kriju në kohën e vetë, që shka sot Skënderbeu. Për burrat mëdhej. Po, edhe dyrtin të mëdhaja, apo Edhe jo? dyrtë mëdhaja. E di që edhe zyrën edhe gjithçka që në lidhet me përditshmërinë tonë, e keni me simbolet të Skënderbeut dhe kudo që sillesh ki diçka që asocion me Skënderbeun që simbolizon luftën e tij. Ati themeltar i kombit tonë arbror është atë Gjergj Kastrioti. Është ai që mbrojti me fanatizëm me gjithë shka themelimin dhe krijimin e kombit arbror shqiptar. Dhe një njeri të mos e doj themeltarin e shtetit parë, shtetit Arbrit, në vitin e largët 1403, është diçka, unë për mendimin tam është një njeri të mos e doj atë që të ka kriju është i çmendur. E atë të mos e festoj ditën e pavarësisë vetë, për mu është i çmendur. Unë nuk përdu me hinë detaja se si do t'jetë organizimi, por sot e kemi mundësi me tregu shikuesve tonë, organizimi në maj. A merr shumë kohë dhe angazhim edhe bashkë pjesëmarrësit të gjitha këtu? Merr shumë kohë sepse dom punë, ne e kemi organizuar për vetë tash edhe më herët. Po vitin e kaluar së bashku me organizatën Shqiptaria kemi organizuar në sheshin e Prishtinës. Dhe këtë vit nuk është vetëm sheshin e Prishtinës. Gjergj Kastrioti. Do t'jetë nga katedralja Nën Tereza, sheshi Gjergj Bush, të sheshi Zahir Pajaziti, pastaj do të vazhdoj të sheshi Nën Tereza dhe së fundit do t'jetë tek sheshi Gjergj Kastrioti në fund. Po do t'jetë më gjatë kësaj radhe ditëlindja e Skënderbeut, do të festohet ndoshta më shumë se një ditë. Interesant është kjo lidhja, përveç familjare që keni edhe kështu emocionale, apo jo? Mbi gjitha. Po mbi gjitha e kemi edhe emocionale sepse zgjohemi me të, bim me të. Edhe është diçka që mburrësh në botë, fillimisht e kemi Gjergj Kastriotin. Jemi këtu të një ekspozitë që është shfaqë sot. Po. Ne kemi pikturat të ndryshme, të cilat nuk dini se keni pasur i patë më herët apo jo? Po e kemi parë më herët, kur ishim edhe për homazhe. Edhe janë piktura fantastike që duhet t'i ketë çdo njeri në zyret e veta. Unë e di që edhe i don pikturat, dhe në rast të tilla këto din me ushqit shumë shtrejt, sepse punimet dhe gjitha kjo është kosto. A e kishe ble për shembull një pikturë shumë të shtrejt të Gjergj Kastriotit Skënderbeu? Për mu nuk ka çmim piktura për atë Gjergj Kastriotin, nuk ka çmim. Kështu që nuk ka rëndësi çmimi, sa ka rëndësi piktura. Super, kështu që urime ke festë të Kryzio. Nuk janë parat asgjë, janë numra. Më rëndësishme është që fëmijët tanë të rriten me frymën atë Gjergj Kastriotit, edhe ta shikojmë kjo pikturë këtu, të tregon edhe të ngjall emocion, është diçka jashtëzakonshme. Ta shikosh atë Gjergj Kastriotin me trimat duke luftu, është diçka që është e papërshkruar, duhet ta ketë çdo njeri. Nuk po tregon dikun pikturë kush e ka punuar, po sidoqë që jetë, po shihet që është shumë. Është jashtëzakonshme, artistike, është shumë e bukur. Që të kërzi urime kjo ditë. Faleminderit, urime edhe ju, urime gjithë shqiptarëve kudo që frymojnë, sepse kjo ditë është diçka jashtëzakonshme, është ditë që i ka bërë bashkë gjithë shqiptarët kudo që kanë qenë. Edhe duhet na bëj bashkë, sepse vetëm bashkë ne mund të jemi më të fortë dhe mund të dalim ballë çdo kujt. Përderisa jemi të coptuar, copë edhe të shikojmë feje parti që të na krijojnë dasi, ne nuk do të shkojmë askund. Nuk do të shkojmë askund. Mirë, shikues të dashur, bashkërisht me kamerat e televizionit tonë, do të keni mundësinë që ta ndjekni përgjithësi pamjet të cilat kanë shënuar e simbolizuar ditën e veçantë në Lezhë, është 581 vjetori i beslidhjes në këtë vend. Do të shihemi shumë shpejt. Urime, mirupafshim.